Në shumë rrugë të komunës së Çajirit, vizbardhat pothuajse nuk duken. Këmbësorët kalojnë rrugën me rrezik, ndërsa shoferët shpesh nuk ndalen, pasi mungon sinjalizimi horizontal. Kjo situatë paraqet rrezik të përditshëm, sidomos tek fëmijët dhe të moshuarit, të cilët detyrohen të kalojnë rrugën pa sinjalizim të qartë. Qytetarët ankohen se problemi është i pranishëm në disa lagje dhe se nuk janë marrë masa konkrete, ndërsa kërkojnë nga institucionet përgjegjëse rifreskim sa më të shpejtë të vizave të bardha për rritjen e sigurisë në trafik. Ka plot vende çanina që si shohim hiç. Si janë hiç. A japin përparësi shoferëve? Po nepin kur dal skoçori sa i sun shkel, ama nuk ka mirë. Kto s'funksionon kur gjë hiç. Te na sidomos këtu. Çajiri kur qysh. Si jemi të kënaq, valla ja. Badjova po i votojmë. Po është rrezik, duhet me këshir pak më tepër, më mirë. Si këmbësori, si muzikçi. Po duhet me marrë masa, do të them, më shumë do të them që të ketë kontroll, edhe më kujdes do të them, për vetveten. Bara me ka dhe ima peshëçki premin da se pomine. Po që ima kaznini straf mnogo. Ginema, ne se beleže ni ubovo. Treba da se beležat, počesto da se beležat i da se znaje ka ima pešački. Nga komuna e Çajirit thonë se janë në dijeni për nevojën e rifreskimit të sinjalizimit horizontal, por janë kompetent vetëm për rrugët anësore dhe dyqësore, ndërsa kontrata për rifreskimin e vizave të bardha ka skaduar dhe duhet të lidhet kontratë re në fillim të vitit 2026. Sa i përket rrugëve komunale, kontrata ekzistuese për sinjalizim rrugor ka përfunduar, ndërsa komuna planifikon që në fillim të vitit 2026 të lidh kontratë re, e cila do të mundsoj rifreskimin e vijave të komunikacionit dhe përmirësimin e sinjalizimit horizontal në të gjithë rrugët që janë në kompetencat e saj. Ngjyrat e bardha të vendkalimeve mungojnë edhe në bulevardat e cilat janë në kompetencë të qytetit të Shkupit, nga ku presin përgjigje se kur do të veprohet në terren. Deri në ndërhyrje në institucioneve për përmirësim të kësaj gjendje, qytetarët dhe shoferët në Çajir do duhet të merren vesh se kush ka përparësi që të kalojë rrugën në vende ku vizbardhat nuk duken.